Edi flet hapur, e vërteta për atë që ndodhi me Bian në Big Brother Kosova. Edi ul vetëm përballë kamerës në atë orë të vonë kur shtëpia ishte pothuajse në heshtje. Nuk ishte prime. Nuk ishte debat. Ishte ai moment kur njeriu flet jo për të fituar pikë, por për të hequr barën nga vetja. Po e them tani, nisi ai me zë të ulët, por të qëndrueshëm. Sepse nuk dua që gjërat të mbeten gjysmë të thëna. Ai nuk e uli kokën. Nuk u fsheh pas fjalëve. Vetëm mori frym thellë, po, tha. Diçka ndodhi mes meje dhe Bias. Këto fjalë mjaftuan për të ndryshuar peshën e dhomës, por dua të jem shumë i qartë, vazhdoi ai. Nuk ishte ashtu siç e imagjinojnë njerëzit. Edi shpjegoi se ajo natë nuk ishte një natë e zakonshme. Ishte fund lodhjeje. Presioni i ditëve. Mungesa e gjumit. Kamera që nuk fiken kurrë. Mendime që grumbullohen atë natë, tha ai, nuk kam qenë në gjendjen time më të kthjellët emocionale. Jo sepse isha në ndikim të diçkaje, por sepse isha i zbrazur. Ai pranoi se mes tij dhe Bias kishte pasur një afërsi më të madhe se zakonisht. Një bisedë e gjatë. Heshtje. Qëndrim pranë njëri tjetrit. Një ndjesi që kaloi kufirin e zakonshëm, nuk ishte plan, tha ai. Nuk ishte qëllim. Ishte moment. Edi e theksoi disa herë se nuk bëhej fjalë për një akt intim, por për një dobësi njerëzore që ndodh kur dy persona janë të mbyllur në të njëjtin realitet për javë të tëra. Kur je këtu brenda, shpjegoi ai, emocionet nuk funksionojnë si jashtë. Gjithçka është më e fortë, më e ngjeshur. Dhe ndonjëherë nuk e kupton kur po kalon një vijë. Ai pranoi përgjegjësinë e vet, nuk po ik përgjegjësisë, tha. Edhe nëse nuk kam qenë emocionalisht i vetëdijshëm në atë moment, përgjegjësia është e imja. Edi foli edhe për Bian, me respekt, Bia nuk ka faj, tha prerë. Asnjë. Ajo ka qenë vetvetja. Një njeri që flet, që dëgjon, që afrohet. Ai pranoi se ndoshta jashtë, publiku i sheh gjërat bardhë dhe zi. Por brenda, realiteti është gri. Big Brother të çon në pika ku nuk e njeh më veten, tha ai. Dhe aty dalin edhe dobësitë. Ai nuk kërkoi falje për ekzistencën e momentit. Kërkoi kuptim për kontekstin, nuk dua që kjo të përdoret si histori dashurie, tha. Sepse nuk ishte. Dhe nuk dua as të përdoret si skandal. Në fund, Edi u ndal për disa sekonda. Pastaj tha fjalin që e mbylli gjithçka, po, ndodhi diçka. Por ndodhi sepse ishim njerëz, jo sepse donim të krijonim diçka. Ai u ngrit. Kamera mbeti ndezur. Por rrëfimi kishte mbaruar dhe tani topi ishte në fushën e publikut, sepse në Big Brother Kosova e vërteta nuk është gjithmonë ajo që duket, por ajo që guxon të thuhet.